Hedhja e mbeturinave pa kriter në mjedis vazhdon të mbetet një fenomen shqetësues, i cili nuk po arrihet dot të minimizohet. Një problem ky i cili krahas qytetit ndeshet masivisht edhe në njësitë administrative. Një tjetër rast i hedhjes së mbeturinave në tokat bujqësore është evidentuar këtë të njëjtë në rrugën e vjetër Levan Vlorë. Mbetje të shumta të hedhura në një ullishte, e cila kultivon prej vitesh varietete të ndryshme të ullinjve. Blu Televizion ka konstatuar hedhje të mbetjeve të ndryshme në rrugën e vjetër Levan Vlorë. Persona të papërgjegjshëm kanë ndotur një hapësirë me ullishte duke hedhur këto mbetje inerte por edhe urbane. Në to mund të gjesh mbetje të cilat janë kryesisht me materiale plastike, por nuk mungojnë as sorrendit shtëpiake, si divane apo komodina të hedhura aty, madje edhe mbetje inerte, por gjithashtu edhe pjesë të makinave. Ka kaq shumë mbetje inerte sa hyrja kryesore për në tokën me ullinj është bllokuar totalisht. Sigurisht një pjesë e këtyre mbetjeve, të cilat janë të patretshme, siç është edhe plastika, janë bërë njësh me tokën duke ndotur atë e duke sjell pasoja negative. Kjo është edhe situata e cila nuk shihet vetëm në këtë pjesë të tokave bujqësore, por konstatohet edhe në disa prej hapësirave pranë fshatrave Bestrov, Kërkov, Panaja e Trevllazër.